Rikthehemi sërish në studio, vijojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në mocën e informacion në këtë pjesë, do të ndalim në fakt tek një temë që shpesh herë lihet në nhije, por që ka një rëndësi thelbësore për shëndetin dhe të ardhmen tonë, siç është ajo e mbrojtjes së mjedisit. Do të flasim për aksionin e Norma Center, për ruajtjen e biodiversitetit, për kulturën e vullnetarizmit, sidomos tek të rinjt, pra sa të gatshëm janë të rinj shqiptar për të kontribuar në mënyrë vullnetare në projekte të ndryshme që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, dhe për të diskutuar në lidhje me këtë, me mua në studio janë bashkuar Aldi Sheu, drejtori i qendrës Norma, faleminderit që jemi ne. Dear Dervishi, biolog mjedisor, faleminderit shumë Dear që jam. E nisim fillimisht, Aldi, ndoshta me një prezantim të aktivitetit të Norma Center. Pra, cili është qëllimi dhe synimi i aktivitetit të saj? Si fillim, shumë faleminderit që na hapët derën për të prezantuar shoqatën edhe punën tonë. Norma është krijuar në dhjetor të vitit 2024 si entitet ligjor. Megjithatë, bashkëpunimi im dhe Dartit ka qenë shumë më i hershëm për sa i përket nismave, le të themi jo formale, pra të paligjëruara. Norma është krijuar me qëllimin e mbulimit të disa fushave, pjesë e formimit profesional, timit personal dhe Dartit. Shtylla e parë, edhe aty ku mbështetet pjesërisht edhe shtyllat e tjera të punës, është ligji dhe kërkimi shkencor në fushën ligjore. Dhe e dyta është mjedisi. E treta është diplomacia dhe kultura, por sigurisht të treja këto mbështeten mbi ligjin dhe mbi kërkimin shkencor në fushën e ligjit. Kjo pastaj është përkthyer normalisht edhe në formimin e projekteve që ne kemi, në konceptin e punës që ne kemi, në vullnetarizmin që ne kemi hapur. Pra, të gjitha burojnë nga kërkimi shkencor dhe nga ligji kryesisht. E qartë, ndërkohë, se Aldi foli për kërkimin shkencor, pra dhe në vizionin tuaj përmendet pikërisht kërkimi shkencor si bazë për vendimarrje. Si e zbatoni ju këtë praktik? Atëherë, neve duam që gjithë vendimarrjet që të bëhen në një nivel të lartë, të kenë një bazë faktike të mirë dhe të mbuluar domethënë nga fakte shkencore për më tepër. Në rastin e projekteve tona, ky është ajo approach-i që neve kemi ndjekur. Pra që edhe në një vend si Shiaku, ku neve po bëjmë projektin ton të parë, ku nuk është se ka shumë të dhëna lidhur me biodiversitetin dhe nga kjo anë është sfiduese, të kemi mundësinë të bëjmë një kërkim shkencor si fillim, të nxirret një raport dhe këto të dhëna të përdoren në dokumentet të menaxhimit të zonës si strategjia territoriale, që është dokumenti i menaxhimit më i lartë. Këtë approach neve nuk e kemi zbatuar vetëm në këtë projekt, e kemi zbatuar edhe në projekte të tjera, qoftë personali, qoftë organizatës, por që në përgjithësi do të thënë një projekt konkret, pra një kërkim shkencor konkret ku nga dhënat që ju keni përdorur kanë ndikuar në politikat mjedisore. Mund të them një rast personal atëherë. Një rast personal i imi është kur zbatova një projekt të dizenjuar nga një grup, një çik internacional. Pra isha unë, ishte një studente polake, ishte gjithashtu dhe një NGO spanjolle, sepse në Spanjë do të vendosej projekti. Ky projekt, e ngjashme me çfarë po ndodh tani në Shiak, vendosen në një fshat që quhej Sohuela. Sohuela vendoset në një nga 17 komunitetet e Spanjës, që quhet La Rioja, dhe njihen për verën kryesisht. Është shumë e famshme vera e tyre. Lidhet shumë toka me prodhimin e rrushit në atë zonë. Neve dëgjuam këshillat e NGO spanjolle, që thanë se kjo vend ishte me shumë potencial biodiversiteti dhe që kishte të dhëna për fluturat sidomos. Vendosëm që të bëjmë një kërkim shkencor, që vari edhe pak nga aspekti social, po edhe nga aspekti mjedisor. Kjo bëri që ajo zona të përzgjidhej për të bërë zonë mbrojtur. Për punë 3-4 muajsh, mbasi u fol edhe me pushtetin lokal dhe me pushtetin qendror, ajo zonë u përzgjodh për zonë të mbrojtur. Pra pikërisht nga të dhënat që dolën nga kërkimi juaj shkencor. Po.
Altin, do një rast tjetër që është bërë në vendin tonë? Më e fundit që kemi në eksperiencën tonë si shoqat është ndihma që po japim Bashkisë Shijak me projektin Artificial Water Reservoirs as Essential Habitats for Tetrapods. Pra, ne po mundohemi të japim rëndësi rezervuarve artificial, pra gjitha këto liçenet artificiale, rezervuarët e bujqësisë, ne po mundohemi të japim një rëndësi të shtuar përveç funksionit primar që ato kanë pasur në të shkuarën, pra si vaditësës. Bashkia Shijak ka qenë nga ato institucione që ne sigurisht do flasim edhe pak më vonë për suportin që ata na kanë dhënë, na kanë hapur derën dhe na kanë lënë dorë të lirë për të influencuar, le të themi, një nga dokumentat kryesorë që kanë ata, që është strategjia territoriale që foli Darti. Biles ata janë treguar shumë pranues ndaj faktit që ne po bëjmë monitorim real në territor dhe po japim atyre feedback mbi gjallësat që janë atë zonë, rëndësinë e tyre dhe fakti që një liçen i thjesht artificial mund të jetë në të ardhmen, siç është plani jon, një arsye për të kthyer në parkun e parë bashkiak që ka Shijaku. Kështu që për momentin neve po mundohemi të japim një model të ri se si bashkitë duhet të bashkëpunojnë dhe me organizatat e shoqërisë civile. Në fakt, me që jemi këtu tek bashkëpunimi, institucionet shtetërore, ndërkombëtare, sa mbështetje gjeni ju tek ato, qoftë tek pushteti lokal, por qoftë edhe tek ai kombëtar? Suporti nga institucionet ndërkombëtare ka qenë i qartë, pra nuk është hera e parë dhe nuk jemi ne organizata e parë e cila po marrin fondet huaja për të përmirësuar jetesën komunitare dhe përmirësimin e kushteve qoftë ligjore, qoftë mjedisore në Shqipëri. Fondi që neve po administrojmë tani është nga Rafford Grants, është një organizatë ndërkombëtare bazuar në Angli, e cila jep fonde për të suportuar konservuesit e rinj, siç është edhe Darti bashkë me dy koleget e tjera pjesë projektit Fabiola Selmani edhe Doriana Kërtusha. Ky fond është shumë i rëndësishëm për ne. Sigurisht nuk është fond i cili ndihmon organizatën në mirëmbajtjen sigurisht edhe të ambienteve ose të administrimit të shoqatës, megjithatë këtë grup prej 3 të rinj që kanë ndihmuar goxha, pra duke i dhënë dorë dhe duke pasur goxha impakt, se të krijosh një guid, pra ky është qëllimi i projektit, do krijojmë një guid e cila do përdoret nga një institucion lokal shqiptar, që të bëjë një dokument akoma më të rëndësishëm. Pa do t'i shërbej? Do t'i shërbej, realisht, po. Dhe ky model që ne po krijojmë mund të replikohet lehtësisht edhe në bashkitë të tjera. Si niseni për të arritur pra tek kërkimi shkencor? Si e vendosni që një pikë, një zonë ka nevojë për një kërkim shkencor, që dhëna që do të dalin nga i kërkim shkencor do të shërbejnë më tej? Përgjigjen e kësaj po e nis unë, po Darti do ta vazhdoj se e ka rastin e tij konkret. Në momentin që neve hasëm me një kolege tonën, kolegen e Dartit kryesisht edhe më pas edhe timen, ajo kishte bërë temën e saj të masterit bazuar në projektin që ne bëjmë. Kështu që lidhja me akademinë është shumë e rëndësishme. Neve furnizohemi me ide dhe me koncepte pune nga universiteti. Kjo është fillimi i kërkimit shkencor, pra buron natyralisht nga kërkimi akademik. Dhe më pas, kjo u transformua në projekt. Dhe tani zbatimi është totalisht... Jo, çfarë duhet të ketë Dart që ju të jeni të bindur që kjo zonë duhet të bëhet, pra në këtë zonë duhet bëhet një kërkim shkencor, se të dhëna që do të dalin nga ky kërkim shkencor do të vlejnë? Atëherë, neve kemi nisur në bisedime të thjeshta me Fabiolën, sigurisht ajo duke më treguar për projektet e saj, për temën që kishte trajtuar, dhe unë jam shumë kurioz për këto lloj projektesh. Më vonë ram në kontakt me strategjinë territoriale, duke kërkuar nëpër dokumenta, që të cilat mund të gjenden shumë lehtësisht online në website-in e Bashkisë Shijakut, për shembull. Pam që një dokumenti ishte shumë i vjetër njerë, pra duke qenë outdated, nuk është se shumë koherent me çfarë po ndodh realisht në terren. Dhe aty përmendej specifikisht që e para nuk ka zonë të mbrojtur në Shijak, dhe është e vërtet që nuk ka zonë të mbrojtur, dhe e dyta nuk ka biodiversitet relevant me interes për mbrojtje apo diçka të ngjashme. Kjo binde në kundërshtim me çfarë kishte gjetur Fabiola 3 vite më përpara. Pra do të thotë që ka nevojë për një rifreskim tani të njohurisë dhe përjedhoj ka nevojë për kërkim shkencor.
Në rastin e Shijakut, përgjithsisht të dhënat janë të pakta, kështu që ky është një tjetër indikator që ky vend ka nevojë për kërkim shkencor. Dhe në momentin që ne kapëm në një moment shumë të mirë në fakt, sepse strategjia territoriale ka një hapësirë prej 10 vitesh që është funksionale dhe mbas 10 vitesh duhet rifreskuar dhe duhet bërë e reja. Me projektin ton ka mundësi tani që rezultatet që janë gjetur të përfshihen në strategji dhe të bëhet menaxhimi i zonës në mënyrë adekuate, sipas gjetjeve të projektit. Kjo është. E qartë, ndërkohë cilat janë ato zonat ose ekosistemet më të ndjeshme në Shqipëri? Patjetër që janë zonat ku edhe biodiversiteti fokusohet më tepër. Këto janë zonat e mbrojtura. Përgjithsisht zonat me një kategori të lartë mbrojtjeje, kategori 1 apo kategori 2 park natyror apo park kombëtar, ato kanë rëndësinë më të madhe. Janë përzgjedhur të tilla pasi atje jo vetëm që gjendet numri më i madh i specieve, por gjendet edhe numri më i madh i individëve. Shumë prej këtyre specieve fatkeqësisht kanë një trend zbritjeje, popullata e tyre kanë një trend rënës, që do thotë sa herë më shumë i afrohen zhdukjes dhe nevoja për masa konservuese vjen duke u shtuar. Të tilla mund të përmendim specie që janë simbol për neve, si pelikani kaçurrel për shembull, apo lundërza. Në rastin ton në Shijak, neve kemi neve merremi me këto habitatet artificiale në Shijak, që na kanë surprizuar me biodiversitetin që mund të strehojnë, sidomos liçeni i keçve që është shumë i vogël. Çfarë për shembull, një gjë interesante që mund ta ndani me ne? Po patjetër, është qafka e verdhë që është bërë pak a shumë simboli tani. Dhe kur mendojmë për liçenin e keçve, neve mendojmë për qafkën e verdhë. Ka dhe qafkën e përhime apo qafkën e natës, që janë dhe ato speciet merrsisht të bukura. Ka bretkosën shqiptare, që kur vjen puna për kategorinë e rrezikut, ajo është më e rrezikuara, sepse është e vogël ka një konkurrencë shumë të madhe nga bretkosa ballkanase, e cila është shumë e ngjashme. Pra kjo gjendet në këtë rezervuarin artificial në Shijak? Po. Gjendet atje, neve kemi konfirmuar. Është pak e vështirë në fakt identifikimi i saj, sepse ka pak ndryshime dhe ka pak ndryshime nga kjo ballkanasja, që është pak më e madhe dhe ka shumë varietet. Do të thënë ajo nuk ngjason gjithmonë njësoj. Nuk është se ka një pamje strikte. Kënga ndryshon prej ballkanases dhe për të qenë i sigurt 100% vetëm me analiza laboratorike. Çfarë ju ka surprizuar më shumë në këto kërkime? Pra, çfarë gjetët nga ato që ju nuk prisnit as pak t'i gjenit aty? Isha shumë skeptik për lundërzën, për shembull. Lundërzën unë nuk e prisja ta gjeja atje, sidomos prej madhësisë së liçenit që është i vogël krahasuar me rezervuaret e tjera përreth Shijakut, sepse Shijaku ka shumë, rreth 15. Liçeni i keçve është diku tek 1/5 për shembull, e një liçeni përballë, liçeni i metallës. Ose i Gjepalajt. Por besojmë që afërsia me lumin e Erzen dhe kanali ujëmbledhës që e lidh këtë trup ujor me lumin, e bën atë më të preferueshëm për të gjitha këto gjallësa. Neve gjithashtu kemi diku tek 10 apo më tepër specie, që edhe numri i specieve do zë pak pa përgatitur. Do të thënë, ky liçen artificial nxjerr kaq shumë, kaq i vogël dhe nxjerr kaq shumë specie. Edhe kjo na ka bërë çudi. Po, më ajo për të theksuar më tepër do ishte lundërza. E qartë. Ndërkohë, Aldi, se dhe Arti foli pak për zonat, le të themi, më të ndjeshme, ku është rrezikshmëria më e lartë? Tani neve si shoqat, për fat të mirë edhe të komunitetit OJF-ve, jemi treguar një çik multipolar me këto projektet që ne bëjmë. Pra, përveç projektit ujrave artificiale, të habitateve artificiale, neve po mundohemi të shikojmë edhe projekte në fusha tjera, siç është mbrojtja ndaj zjarreve, etj, ku edhe aty kemi fituar një grant të vogël relativisht, po që do na ndihmojë në të ardhmen. Tani zonat më të rrezikuara, Arti e tha, ka një hierarki ligjore në Shqipëri që kategorizohen disa zona për shkak të gjallësave
ose të rëndësisë mjedisore që ato kanë. Sigurisht, këto janë të rrezikuara goxha vitet e fundit. Janë të rrezikuara për shkak të zhvillimit, kemi vënë re ne. Neve kemi një sistem shumë të mirë klasifikimi, por nuk kemi një sistem shumë të mirë mbrojtje ndaj zhvillimit. Pra, siç janë projektet zhvillimore, ndërhyrjet nga ana e pushtetit lokal, pushtetit qendror, ndërtimet, zjarret së fundmi që janë një faktor jo i ri, po goxha impaktues vitet e fundit. Kështu që zonat më të rrezikuara, unë do thoja të që ta darti për nga rëndësia, pra janë parqet kombëtare, zonat e mbrojtura, së fundmi kanë dalë edhe biosferat, pra Ohri, që është zyrtarisht biosferë, dhe liçeni i Shkodrës, që është kandidat. Që është kandidat. Dhe entri më e re në familjen e rezervateve të biosferës është lumi Vjosa. Edhe Vjosa, po. Kjo ishte, po. Sa kujdes tregojnë autoritetet, në fakt, Aldi, për mbrojtjen e specieve të rralla, të atyre migratore? Kemi këtu për shembull edhe rastin e aeroportit të Vlorës, ku ka patur një debat shumë të madh për sa i përket mbrojtjes së biodiversitetit. Ne punojmë ngushtë me partnerët tanë që janë shoqata të tjera. Dhe një nga këto partnerë, shumë të rëndësishëm për ne, është PPN-a, është një shoqatë e cila është marrë, ka qenë një nga shoqatat lider në fushën e mbrojtjes dhe konservimit mjedisor, dhe është ajo që ka kryesuar dhe luftën me qeverinë për aeroportin e Vlorës. Neve jemi shumë të informuar për aeroportin e Vlorës dhe thonë që sa më shumë të dish, aq më shumë kuptojnë që nuk di realisht, dhe kemi kuptuar që është një hapësirë shumë e madhe ligjore aeroporti i Vlorës, por na ka rezultuar dhe një rrezik shumë i madh për biodiversitetin e Nartës, pra atje ku është vendosur aeroporti i Vlorës. Për fatin tim të mirë, Darti ka qenë së fundmi në një angazhim me PPN-a në Nartë, kështu që e kanë parë nga afër impaktin që ka bërë aeroporti i Vlorës vetëm nga ndërtimi, pra nuk po flasim për operimin, pra kur të fillojë të operojë, në rast se do fillojë të operojë, nga zhvillimet më të fundit nuk e dim, do ketë impakt të rënd mbi biodiversitetin në zonën e Nartës. Sa e vështirë ishte të mbaje këtë ekuilibrin, le të themi, midis mbrojtjes së biodiversitetit, por gjithashtu edhe zhvillimit të zonës, se në fund të ditës askush nga ne, asnjëri nga ne nuk është kundër zhvillimit, apo jo, por që të krijojmë edhe këtë ekuilibrin. Ka gjithmonë një luftë midis zhvillimit edhe mbrojtjes konservimit të asaj çfarë është në zonë. Ajo historia e aeroportit të Vlorës është pak e dhimbshme për neve mjedisorët, sepse e kuptojmë, pra kur je atje në terren, ti e kupton se sa shpejt shqetësohen këto kafsh. Pra, nëse unë shkoj te liçeni i Keçve që nuk ka shumë veprimtari të njerëzit, dhe thjesht jam unë duke ecur, ato pushojnë cicërimat sepse shqetësohen. Dhe të vjen akoma më shumë keq kur kupton se popullatat e tyre janë shumë të vogla globalisht. Dhe gjithë bota mundohet t'i mbrojë, neve i kemi dhe nuk përpiqemi që t'i mbrojmë. Narta është 10 fish, 100 fish më e rëndësishme se sa liçeni i Keçve. Atje ka popullata flamingo të pafundme, për shembull. Neve kemi vrojtuar pelikanin kaçurrel, kemi vrojtuar popullata të çafkave. Pra nëse neve i gjejmë numrim çafkat tek liçeni i Keçve, atje janë rresht pafund e zbardhin bregun. Japin shfaqje shumë afër për vizitorët, duke fluturuar shumë afër me to, dhe është një sport që quhet birdwatching. Çfarë kishte ndryshuar nga kjo vizita e fundit që ti ke bërë në Nartë? Çfarë kishte ndryshuar është pas gjithë këtyre ndryshimeve? Mund të shikoje nga larg struktura betoni, që pra habitati atje mund të mbajë vetëm një numër të caktuar shpendësh. Nëse ti duke shkatruar këtë habitatin vendos beton, ata humbasin vende ku mund të qëndrojnë dhe mund të riprodhohen apo mund të ushqehen. Tjetër problem është edhe fragmentarizimi i habitatit, pra ka një vazhdimsi nga njëri habitat në tjetrin, dhe duke humbur, duke ardhur dhe duke vendosur një barrier betoni mes tyre, sigurisht që shkakton probleme dhe zinxhir problemet, sepse nëse ti shqetëson njërin prej tyre, dhe të tjerat që janë të lidhura me të, gjithashtu do të largohen.
Prandaj Narta është edhe një histori e trisht. Aldi, cilat janë ato projektet më të rëndësishme, le të themi, që ju i keni edhe i mbani fort? Projekti për cilën ne po flasim kryesisht sot, pra habitatet artificiale, është në fazat e para. Pra, precedenti që ne po krijojmë tani me guidën që po bëjmë për Bashkinë e Shijakut, të thash që do jetë një projekt i cili do shtrihet edhe në bashkitë tjera. Kjo është e sigurt, përveç zgjerimit që do ketë brenda qarkut Durrës, pra aty në Bashkinë Shijak. Patjetër kjo do të thotë që atë që shteti nuk arrin dot ta bëjë, akoma po mundohen shoqatat dhe shoqëria civile ta mbushin si hapësirë, si vakum. Projekti i dytë i rëndësishëm për ne është Icarus, që është një sistem monitorimi për këto zjarret wildfires, për zjarret e mëdha. Është një problem shumë i madh në Shqipëri. Ka qenë problem shumë i madh këtë vit. Këtë vit neve pra nga kërkimet që bëm edhe nga përgatitja që bëm për programin, morën vesh edhe që kishte ndruar jetë një person për shkak të zjarreve masive. Kështu që kjo tregon edhe një herë që sistemet shtetërore për mirëmbajtjen e këtyre lloj problemesh janë akoma të brishta. Sigurisht mund të themi që nuk është punuar fare, por janë të brishta përderisa është problem kaq themelor në Shqipëri. Këto janë dy projektet tona kryesore, sa i përket fushës mjedisore. Kemi në plan të aplikojmë për 2 ose 3 thirrje në fushën ligjore. Fokusi i qendrës Norma kanë qenë drejtat e njerëzit dhe kryesisht sistemi vuajtjes së dënimit, pra burgjet. Duken si gjëra pa shumë lidhje me njëra tjetrën, megjithatë ky boshti jon i kërkimit shkencor të imponon të eksplorosh fusha të ndryshme. Megjithatë, rastet tona të suksesit për momentin janë projekti i ujërave artificiale dhe Icarus. E ne flasim për kërkim shkencor, flasim për gjetje, për të dhëna dhe ne që i dëgjojmë, për ne është shumë bukur edhe i dëgjojmë me shumë vëmendje, por në fakt me çfarë përballeni ju? Sfida që ju keni përballë kur bëni këto kërkimet tuaja shkencore? Një nga sfidat më të dukshme kur vajtëm tani mbas temës së diplomës së Fabiolës, ishte sepse ishte 3 vite mbrapa, projekti po zhvillohet 3 vite mbrapa temës së diplomës. Ishte ndryshueshmëria që ka vetë habitati. Pra neve nuk e prisnim të kishte ndryshuar në atë farforme, kishte zhvilluar një brez kallamishtesh, rreth e përqark kishte zhvilluar një brez shkurresh. Pra natyra, pavarësisht se neve mund ta harrojmë dhe e kujtojmë ashtu siç ishte, vazhdon proceset e saj, vazhdon suksesionet dhe ashtu e pa shqetësuar dhe po ta lesh në Terezinë e vet. Kjo e bëri një çik të vështirë implementimin e projektit, sepse neve nuk afroheshim dot më me stacionet e monitorimit aq kollaj. Kishim nevojë tani të ndërhynim dhe të hapnim disa kanale ku mund të afroheshim. Kjo është njëra prej tyre. Tjetra është që duke qenë se projekti sapo ka filluar, është në fazat e para të tij, edhe partneriteti është duke u testuar. Pra komunikimi me partnerët, ndarja e përgjegjësive, stabilizimi i kanaleve të komunikimit me njëri tjetrin, por gjitha këto kërkojnë kohën e tyre dhe bashkëpunimi do ca që të zej vend. Gjithsesi, secili prej partnerëve tanë është shprehur shumë pozitivisht, i falenderojmë të gjithë ata, Ambu. Janë të gjithë mirë kuptues, flastu edhe për pushtetin vendor në këto momente, pra lokal, bashkit, konkretisht edhe ajo e Shijakut. Janë të gjithë kuptues për ta thënë shumë shkoqur. Pra ju flisni për mbrojtjen e biodiversitetit edhe përmendni mbrojtjen e një bretkose. Tani kur e dëgjon kështu, është tingëllon pak çuditshëm, po sa mirë kuptim gjeni tek persona që vërtet ju duhet ndihma e tyre për të vazhduar këto kërkime shkencore. Ata janë treguar shumë të hapur. Ata e shohin si një potencial këtë gjë. Pra ndoshta për mua patjetër, po për të tjerë ndoshta bretkosa nuk është aq e veçantë, po ka shumë të apasionuar mbas amfibëve, ka shumë të apasionuar mbas zogjve, shpendëve, që duan të shohin sjelljet e tyre, duan të shohin habitatin, duan të shohin si ka mundësi që këto përzgjedhin një vend kaq të vogël si liçeni artificial dhe nuk shkojnë në një liçen më të madh. Çfarë janë ato ritualet martesore të tyre? Çfarë është kënga specifike që ka secila prej këtyre bretkosave? Pra ka potencial për turizëm ekologjik, turizëm që e merr parasysh
natyrën dhe e vlerëson dhe të bën ta ruash në vend që të shkosh thjesht të shofësh një herë, të bësh 2 foto dhe mirëpafshim. E qartë. Ndërkohë, Aldi, burokracia, ndërgjegjësimi publikut, mungesa e fondeve, sa ndikojnë edhe këto për të bërë një farë me pengesë në këto kërkime shkencore? Kërkimi shkencor në Shqipëri është, këtu unë flas tani pa dyshim fare, gjykuar dhe nga një formimi më parshëm që unë kam marrë jashtë vendit, gjithashtu edhe Darti, pra jemi pothuajse në të njëjtat kushte dhe në të njëjtat mendime. Kërkimi shkencor në Shqipëri është i pavlerësuar. Në Shqipëri konsiderohet akoma puna e kërkuesit shkencor si një punë e cila duhet i përkasi vetëm katedrës universitare. Pra, ti duhet të jesh profesor në universitet dhe si pasojë e punës tënde ti duhet të bësh edhe kërkimin shkencor në fushën tënde. Ndërkohë që kjo nuk duhet të jetë metoda e punës dhe metoda e të menduarit për kërkuesin shkencor. Ai që do të bëjë një kërkim në një furt caktuar duhet suportohet, kryesisht bota e bën nëpërmjet granteve, dhe duhet të jepet dorë lirisë së tij të menduarit. Pra, në momentin që neve bëjmë një kërkim shkencor në Shijak, pavarësisht gjërave të bukura, neve kemi pasur edhe sfida. Pra, një nga sfidat është që ne kemi bërë një blerje specifike për të monitoruar me kamerë një kafsh, pra lundërza që tha Darti, dhe kjo kamerë është vjedhur. Pra, kjo kamerë është marrë. Si e dim ne që është marrë sepse kamera ishte e fshehur, nuk ishte një kamerë e cila ishte lënë në mes të vendit. Personi që e ka marrë, e ka ditur që kamera është aty, etj. Pra, gjithë to sfida, gjithë kjo... Pra, këtu futemi pak edhe me të ndërgjegjësimin e publikut. Pra, nuk kanë një ndërgjegjësim mjaftueshëm. Nuk ka rëndësi për njerëzit. Pra, problemet e zonave të ndryshme në Shqipëri janë shumë larg, duken gati luksoze këto tema që ne flasim. Ndërkohë që ajo që doja t'ia shtoja Dartit te fjala që tha është që ky është një zinxhir i madh jetësor. Pra, Bretkoca është pjesë e një zinxhiri shumë të gjatë. Nuk është se ne po merrem me Bretkocën sepse Bretkoca është diçka izoluar diku dhe nuk i shërben askujt. Bretkoca, Alga, Ujku, Reqebulli që merret një organizat tjetër, Shqiponja, Kali Qyqes që merret një shoqat tjetër, janë të gjitha specie të cilat i shërben një zinxhiri ushqimor, siç e kemi mësuar në shkollë, po për mua është më tepër, është një zinxhir gati social për ne. Ne jemi pjesë e zinxhirit, pavarësisht se jemi më intelektual, por jemi pjesë e një zinxhiri jetësor që duhet të funksionojë bashkë. Po, e qartë. Mirë, ne do shkojmë një hapësirë shumë shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio për ta vijuar bisedën. Rikthehemi sërish në studio, e vijojmë bisedën në të pjesë të dytë, po flasim për mbrojtjen e mjedisit, biodiversitetit, por gjithashtu edhe kulturën e vullnetarizmit e sidomos tek të rinjt. Alti, cilat le të themi janë ato monitorimet, a ka njëherë monitorime reale për sa i përket cilësisë së ajrit, se duhet ndalen pak këtu tek cilësia e ajrit, se sigurisht po flisnim pra të zinxhirin dhe këtu është edhe ajri. Patjetër. Sigurisht që ka, ata që thonë që nuk ka, harrojnë që këto lloj monitorimesh janë gati jetike për njerëzit. Pra nuk është se monitorimi i ajrit ose monitorimi i ujit, për shembull, është një kërkesë e Bashkimit Evropian dhe ne e bëjmë për shkak të ligjit. Monitorimi i ajrit është ajo që ne thithim çdo ditë, pra praktikisht. Neve nuk kemi një projekt konkret i cili është marrë me monitorimin e ajrit ose të kemi marrë informacione vetë ne për monitorimin e ajrit. Për shembull, për ujin neve kemi pjesë e projektit të ujrave artificiale dhe monitorimi i ujit të liçenit Keçve. Megjithatë ne kemi partner të cilët merren ekskluzivisht, po themi, me projektet monitorimit të ajrit. Kemi 3 stacione në Tiranë, një nga më të famshëm ndoshta aty në sheshin Skënderbej që ai jep edhe këto dhënat e frikshme ndonjëherë nga qendra e Tiranës. Ose ato dhënat shumë të bukura që jepeshin në kohën e Covidit, për shembull, që Tirana u zbraze dhe kishte ajër të pastër dhe luteshin njerëzit që të jetë gjithmonë ashtu. Por që patjetër ka monitorim ajri, ka shumë doti ajri. Për shembull, surprizë për ne ka qenë në një artikull të fundit që kemi lexuar që zona e Brylit, që nga një nga zonat më të ndotura në Tiranë, nuk ma mori mendja, po ja që kështu është, ndoshta për shkak të trafikut dhe përqendrimit të trafikut në atë zonë. Sigurisht duhet më tepër informacion, ndërgjegjësimi është absolut në fushën tonë, pra edhe projektet janë kryesisht drejtuara në ndërgjegjësim.
megjithëse ne tani po mundohemi që t'i çojmë më tepër në monitorim, me thënë drejtën. Pra ne si shoqat duam që Darti për shembull është një nga ata që e ka shtyrë shumë fort të punën e monitorimit të ujit, për shembull. Po monitorimi është një mënyrë shumë e mirë edhe ndërgjegjësimi. Në qoftë se vullnetarët apo njerëzit kanë qejf që të bashkohen me monitorimin, neve ju afrojmë si mundësi dhe kur e monitoron vetë fillon edhe ke një dashuri tjetër pastaj për mjedisin. Nuk e hedh më atë bishtin e cigares për shembull në tokë në momentin që ke shkuar dhe ke bërë një aksion pastrimi në një zonë. Po njësoj është edhe monitorimi, kur shikon kafshët fillon ke një dashuri tjetër sepse po i shikon jo më nga ekrani i televizorit, por vetë aty. Kjo është diferenca. Cilat janë pasojat më të dukshme të ndotjes në qytetet tona, ose në Tiranë, flasim konkretisht për kryeqytetin, dhe çfarë duhet të bëhet ndoshta në nivel kombëtar për ta përmirësuar këtë situatë? Sfida më e madhe e çdo zone, po jo vetëm në Shqipëri, edhe jashtë, janë mbetjet. Mbetjet janë problematikë shumë e madhe. Në çdo qytet, në çdo fshat, kudo pra ku është njeriu, sidomos tani faktin që kemi bërë turizmin prioritet, bën që vinë të huajt jashtë, e shijojnë bukurinë natyrore, e shijojnë kulturën, e shijojnë gjithçka, por ata nuk qëndrojnë këtu. Ata vinë maksimumi 3 ditë, një javë dhe pastaj largohen. Për rrjedhoj ata nuk kanë respektin që kanë vendasit ndaj zonës. Dhe kështu mbetje domethënë bëhen ato malet, kodrat me mbetje në Karaburun për shembull, ku shkojnë mbaj mend statistikat para 1-2 vitesh 500 në ditë turist. Sigurisht që kjo përkthehet në ndotje masive. Gjëja që ja vlen për të bërë është që të diversifikohet portofoli i turizmit, mos të trajtohet më si turizëm masiv, po të ketë agroturizëm, të ketë birdwatching, të ketë këto peshkimet që janë capture and release dhe janë shumë eco-friendly. Në këtë lloj mënyre kthehet një formë turizmi elitar. Dhe përjedhoj edhe të ardhurat janë më tepër, por gjithashtu edhe ndotja është më e vogël. E qartë. Mirë, flasim edhe për diçka tjetër që në fakt ju e bëni shpesh edhe është një thirrje që e bëni edhe në rrjetet tuaja sociale për sa i përket vullnetarizmit. Pra, një kulturë që duhet ta kenë të rinë shqiptar, sa të gatshëm janë të rinjt për vullnetarizëm. Sa i përgjigjen kësaj thirrjes tuaj? Tani para se të kaloj tek puna jonë me vullnetarët, dua të jap një shembull pak të shëmtuar po të lezetshëm nga eksperienca jonë. Në thirrjen e parë që ne bëm për vullnetar, komenti i parë që kemi marrë ne është që ç'është ky vullnetarizëm se si jemi në komunizëm. Pra, nga studimet e mia, çfarë mësova unë gjatë studimeve të mia është që rruga historike që ka ndjekur një shoqëri e caktuar ndikon goxha në vendimarrjet aktuale që ka. Edhe kjo është edhe për njeriu vetë, jo vetëm për shoqërinë. Në Shqipëri, këto lloj temash ose termash ngatrohen me ato dhimbjet historike që ne kemi pasur. Pra, vullnetarizmi ka qenë zemra e pushtetit komunist. Kështu është ndërtuar gjysma e Shqipërisë me punë vullnetare. Kështu që njerëzit dashje pa dashje, mosha po themi të lindura në atë kohë dhe të jetuar pak, ata që e kanë jetuar pak e kanë akoma si kujtim. Sot ne kemi përkthyer në terma të tjerë vullnetarizmin. Te fjalën vullnetar ne jemi munduar ta ruajmë, po normalisht duhet ta zbukurosh pak me terma të huaja, ta quash internship, ta quash praktik, ta quash diçka tjetër. Por ne vuajmë aktivisht për njerëz që kanë dëshirë të ndihmojnë kauzën. Kjo është. Sidomos në këto fushat mjedisore, në këto fushat sociale, ka organizata në Shqipëri që punojnë me vullnetar, janë edhe të suksesshme, kanë marrë dhe fonde nga jashtë, dhe mbajnë dhe shoqatën vetëm me vullnetar. Megjithatë, nuk është një sentiment, po them, nuk është një kulturë e përhershme e rinisë shqiptare që ta kërkojnë. Ndoshta edhe pjesëmarrja e këtyre të rinjve që janë nëpër këto, pra shoqatat janë më shumë sporadike, pra nuk është se
e kanë atë dëshirën që të bëhen pjesë, në fundit tani për të bërë, se ju bëni thirrje në rrjetet sociale të rinjve të bëhen vullnetare dhe të bëhen pjesë e këtij vullnetarizmit, po pse duhet të bëhet vullnetar një student, po themi sot? Çfarë merr nga kjo? Pra, bëhesh vullnetar për të marrë diçka mbrapsht në këmbim. Unë vetë kam qenë vullnetar për shumë vite. Unë nuk e konceptoj dot të mos jesh vullnetar. Siç po bisedonim edhe pak më përpara për vullnetarizmin, ndoshta është mirë që ta provosh një herë dhe pastaj ta shikosh a bën për ty apo jo. Po mos ta provosh fare, siç është shumica e rasteve, nuk shkon. Unë kam qenë 5 vite përpara se sa të filloja dhe kam parë këtë vullnetarizmin jo vetëm si një mundësi për të shprehur veten, për të zhvilluar ndonjë aftësi komunikimi, këto soft skills, pra komunikim, ndërveprimi me njerëzit, manerizmat, etj. Të merresh me hobin apo pasionin tënd, vullnetarizmi është përgjigja, që të kesh impakt në komunitet, ky është baza e vullnetarizmit. Prandaj, nëse do që të bësh për njerëzit që ke rreth e qark teje, vullnetarizmi është përgjigja. Përgjigjet që kemi marrë neve kanë variuar. Ka shumë njerëz që e kanë ndjeshmërinë, sidomos për mjedisin, sepse kur neve i tregojmë fotot apo videot që kemi kapur në terren, ata fascinohen. I shikojnë që i shkëlqejnë sytë dhe thonë, ua, sa bukur, po sikur të vi dhe unë, ta shikoj të vi. Edhe shumë veta janë kapur nga kjo, me backgrounde të ndryshme, të bën përshtypje çfarë backgroundesh kanë, pra mund të jetë arkitekt, ose mund të jetë inxhinier, apo që nuk ka lidhje shumë me mjedisin. Cilat mosha janë më të predispozuara? Pra janë ata që studiojnë dhe ndoshta, se po e diskutonin pak edhe gjatë publicitetit për shkak të kërkimeve që duhet bëjmë për plotësimin e detyrave të tyre dhe bëhen pjesë e këtij vullnetarizmi, apo janë vërtet të rinj që duan të merren me vullnetarizmin? Unë pres më shumë nga të rinj sepse janë edhe ata që mund të përfitojnë më tepër nga këto mundësi. Por eksperienca tregon që janë shumë në moshat 30-35 që pavarësisht se mund të kenë një punë, mund të kenë familje, kanë angazhime të tjera pafund dhe përgjegjësi, gjithsesi çlirohen kur vinë në aksione pastrimi apo kur vinë në monitorime dhe janë pak në kontakt me natyrën dhe jo më me pallate, beton, rrugë, asfalt, që shohim për ditë. Diçka ndryshe. Shohin diçka ndryshe. Në fakt, Aldi, se ndeshemi shpesh ndoshta dhe ju në thirrjet tuaja kundrejt të rinjve për të bërë pjesë e vullnetarizmit dhe për ta thënë shumë hapur, siç edhe ndoshta dy të rinj bisedojnë në një kafene. Direkt na shkon mendja. Pra, kjo është një shoqar që ka marrë një fond, pse unë duhet shkoj dhe të bëhem vullnetar dhe të punoj aty. Pra, çfarë është diçka që politikat sociale shoqërore duhet të punojnë më shumë për ta nxitur këtë vullnetarizmin tek të rinjt? Në sensin politik të problemit, gjëja më e mirë që mund të bëhet është që vullnetarizmi duhet të promovohet si mënyrë për të zbuluar veten krahas sistemit arsimor. Pra, një nga mënyrat më të mira që ne kemi bindur të rinjt me vite për të futur në universitet është që të njohin veten. Pra, futur në universitet, bëj bachelorin, një veten dhe ki kujdes për masterin, pastaj çfarë do bësh që të gjesh atë fushën që ti do të specializohesh në jetë. U ul kjo, u sol tek gjimnazi, u tha që duhet futesh në gjimnaz është koha e dur për të marrë vesh kush je dhe për të marrë drejtimin e dur në jetë. Tani që dhe gjimnazi është bërë shumë i shpejt, sepse jeta është bërë shumë e dëndur në informacion, vullnetarizmi është një mënyrë e mirë për të marrë kohën tënde. Pra, qofse një i ri, po themi, angazhohet me normën në një projekt si puna e projektit në Shijak, neve bëjmë një monitorim në muaj. Dhe ne janë bashkuar 2 ose 3 të rinj që ne nuk i kemi pasur pjesë fare të planeve tona, ne janë bashkuar për monitorimin dhe kanë zbuluar edhe për indicieve tjera që ata kanë pasur më përpara që te natyra gjejnë veten. Kanë mbaruar për inxhinieri dhe do të merret me konservim natyror tani. Kjo do të thotë që pavarësisht rrugës që ai ka zgjedhur në jetë, vullnetarizmi e ka ndihmuar të zbulojë një pasion që ndoshta ai do ta kthejë dhe në përfitim monetar, pra do ta kthejë në mënyrën që ai jeton. Unë thjesht këtë dua të them, pra që promovimi i vullnetarizmit është një mënyrë për t'i dhënë kohë njerëzve. Vullnetarizmi këtë ka të mirë, ti nuk
paguash po them për punën, mund të kthehet edhe në një mirë monetare. Kur bëri pyetjen se çfarë merr mbrapsht një vullnetar, pra që bën një punë vullnetare, jo domosdoshmërisht të mos e lidhim me vlerën monetare, por çfarë merr mbrapsht qoftë edhe nga përkthimin e emocioni asaj që bën me pasion, mëson diçka të re, shikon diçka të re, pra kjo është ajo që të rinjt a i gjejnë dot këtë balansën edhe këtë të mesmen, pra që jo gjithçka mund të jetë tek vlera monetare. Vullnetarizmi është praktik. Për ta sjell pak Altin ndoshta edhe nga eksperienca, ti ke jetuar në Çeki, unë kam jetuar në Republikën Çeke, kam studiuar në Republikën Çeke. Ideja është kjo, vullnetarizmi është praktik dhe për ta. Si funksiononte për shembull atje? Atje ti merr pjesë në lëndët e tua shkollore dhe çdo profesor ka një angazhim të tij përveç punës si profesor. Shumica e tyre po. Pra punojnë në një institut kërkimi shkencor, dikush punon në administrat, dikush punon në një ministri. Dhe të gjitha njerëz të ofrojnë ty një mundësi për të punuar vullnetarisht, atje ku ti mendon që ke qef. Dhe këtë duhet të them, vullnetarizmi është praktik. Ti futesh dhe praktikisht bën diçka. Pra, një djalë i ri praktikisht vjen me qendrën norma dhe bën monitorim mjedisor. Dhe zbulon që kjo gjë i pëlqen, pra pavarësisht asaj që ai ka mësuar në shkollë. Mund të zbuloj dhe që nuk i pëlqen. Pra kjo është gjë e mirë e vullnetarizmit dhe ti tërhiqesh, pa patur impakt, pa patur përgjegjësi, ose pa lënë një shije të keqe tek bashkëpunëtorët e tu. Kështu që për sa kohë vullnetarizmi është një praktikë e mirë, është një punë praktike e mirë, mendoj që shërben dhe si provë, pra njerëzit duhet ta shohin pak si provë, duhet ta provojnë atë gjën. Pra duhet ta tentojnë fillimisht për ta kuptuar nëse duhet. Çfarë duhet ju prezantohet të rinjve për t'i bërë të dashur ndaj vullnetarizmit? Si duhet ta paraqisim atë thirrjen që u bëjmë? Përgjithsisht, çfarë kam vënë re që i ka kapur njerëzit më shumë se sa të tjerat kanë qenë një dalja në terren. Nëse vullnetarizmi kufizohet në workshope, në zona të mbyllura, flasim këto open talks janë shumë të bukura, po gjithsesi janë mbyllur diku për një orë dhe hajde flasim për një temë që na pëlqen. Nuk është aq atraktive për ata sa një guid në natyrë për shembull. Këto programet Erasmus Exchange janë shumë atraktive gjithashtu për të rinjt, qoftë për të parë një tematikë që trajtohet në mënyrë europiane, po edhe për të vizituar vendet e reja. Disa prej tyre thjesht kanë qef socializim, duhet thënë edhe kjo. Pra nëse atyre ju pëlqen që të komunikojnë dhe të njohin njerëz të rinj dhe janë flutura sociale, pra, vullnetarizmi... Po nga ana tjetër çfarë i pengon? Ndonjëherë nuk përveç kulturës dhe mentalitetit ndoshta. Nuk e shohin, e lidhin shumë shpërblimin me anën monetare. Ndërkohë që ka shumë gjëra të tjera që janë të paprekshme, por gjithashtu kanë formën e vet të shpërblimit. Pra ti duke folur me një person të ri, krijon një shok të ri. Sa vlerë ka kjo nga ana monetare nuk mund të ta them. Për mua nuk ka vlerë që mund ta masi. Duke krijuar këto connectionsat, ti krijon një rrjet i cili mund të të ndihmojë ty në të ardhmen në punësim apo në një sipërmarrje tënde personale apo qoftë edhe në një nivel më personal kur ti ke një hall tëndin. Pra njerëzit janë pak të friksuar nga termi vullnetar, siç e tha Aldi, edhe ndoshta duhet t'i vi në një mënyrë tjetër, pra internshipi, praktika, dhe kështu e kuptojnë më mirë se çfarë fitojnë nga kjo. Se sa thjesht vullnetare dhe nuk ka lek. Çfarë funksioni real ka, po se ka një funksion real, pra gjithë vullnetarizmi. Për të dhënë një mesazh se jemi në minutat e fundit, ndoshta Aldi, për gjithë ata që për gjithë të rinjt, se kjo është thirrja më e veçantë, fakt që duhet t'u drejtohemi për vullnetarizëm, por sigurisht edhe për mbrojtjen e mjedisit. Thirrja që kam unë ose logjika që unë dua t'imponoj për mjedisin është ajo që thash më parë. Pra ne jetojmë në një cikël të pashmangshëm, natyror, biologjik, mund ta quajmë si të duam. Për të qëndruar korrekt këtij cikli biologjik, ne duhet i respektojmë gjithë hallkat e zinxhirit ku ne jetojmë. Unë kështu e kisha mësuar dhe kështu po e shoh në praktik. Pra nuk është se tani flas vetëm me teorinë e librave të biologjisë. Ne kemi një cikël jetësor, natyror, duhet ta respektojmë dhe sa më shumë ne ta respektojmë dhe ta mbrojmë, aq më lehtë do e kemi ne të jetojmë fizikisht në planetin që jemi. Kjo është logjika që kam unë. Sa i përket
punës dhe vullnetarizmit, e vetëm gjë që dua të them unë është që njerëzit cilët kanë punuar vullnetar janë më të suksesshëm se ata që nuk kanë punuar vullnetar. Pse? Sepse e kanë mësuar mirë çfarë duan të bëjnë. E kanë zbuluar me praktik, me punë që i përkasin profesionalisht, po themi atij konceptit me cilin po punojnë. Darti është një rast, unë jam një rast vullnetari, kemi pafund bashkëpunëtorë tanët që kanë qenë vullnetar dhe kanë zgjedhur. Kështu që kjo është ajo që duhet ta provojmë. Dart, një mesazh të fundit për të rinjt. Për mua është sfida me veten. Pra, në qoftë se do të qëndrosh brenda fluskës tënde, mos bëj vullnetarizëm. Në qoftë se je i gatshëm që ta sfidosh veten tënde, nëse do të dalësh nga ajo fluska, do ti testosh limitet, do diçka që është vërtet sfiduese deri në pikën që vërtet të bën të pyesësh veten, a do jesh më ky person pastaj apo jo? Provoje. Edhe hajde flasim pastaj këtu në studio bashkë. Dart, faleminderit. Aldi, faleminderit, ishte kënaqësi. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.